gjithmonë kur takohen Gjiliani Drita apo Drita Gjiliani, ka atmosferë, ka futboll, dhe të shohim se si ka dalë skuadra ditën e sotme. Derbi lokal i Gjilanit është shembull tipik i rivalitetit që duhet të ekzistojë ndërmjet dy skuadrave të njëjtit qytet. Pavarësisht rëndësisë së lojës, ligës në të cilën bëjnë pjesë klubët, pozitës e tyre në tabelë, ballafaqimi i Gjilanit Drita bën që gjithë qyteti të jetojë për më shumë se një javë me futboll. Kështu ishte edhe kësaj radhe, por më shumë përballja e dy tavoreve ishte edhe më interesante se zakonisht, duke e parë luftën ndërmjet këtyre dy klubeve për të kthyer në Superligë. Në stadiumin e qytetit në Gjilan, që është në gjendje shumë të keqe infrastrukturore, për ta përcjellur këtë takim ishin mbledhur rreth 9.000 shikues, që është rekord për një ndeshje futbolli në vendin tonë në viteve të fundit. Normalisht, tipozëritët të dyja klubeve, skipterat e Gjilanit dhe intelektualet e Dritës, kishin përgatitur koreografitë e veçanta për këtë takim. Deri në fillim të lojës, gjithçka dukej mbi standardet e futbollit kosovar. Mirëpo loja e të dyja skuadrave e vështirësuar shumë edhe nga fusha që është në gjendje të mjerueshme, ishte dukshëm në nivelin e atmosferës së këtij takimi. Në gjysmëorën e parë të lojës, Drita ishte ekip më i mirë dhe pati mundësi shumë të mirë për të shënuar në minutën e 13, por Visar Selmaja i humbi këtë mundësi shumë të mirë, që në fund doli të ishte rasti i vetëm serioz për Dritën në këtë takim, dhe rasti i vetëm i mirë përgjithsisht në pjesën e parë. Edhe pjesa e dytë nisi me ritëm të ulët të lojës, ndërsa i vetmi moment që duhet veçuar është ky duel i Liriton Hasanit të Gjilanit dhe Fidan Grurbeshit të Dritës. Të dy këta futbollistë u lënduan rënd në këtë situatë, por shumë e keq e besoi Hasani, i cili më pas në mënyrë urgjente u dërgua në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë për trajtim të mëtejshëm. Rastin e vetëm të mirë në pjesën e dytë, Gjilani e pati në minutën e 71, por tentimi i Arben Zeqirit nga Gjuajka e Lirë u ndal nga muri i gjallë i Dritës, kështu që edhe takimi i dytë ndërmjet këtyre dy skuadrave në këtë edicion përfundoi pa fitues dhe pa gola të shënuar, ashtu siç ka përfunduar edhe ballafaqimi i edicionit vjeshtor. Kjo pra ishte ndeshja, atmosfera, ata që e thamë edhe në fillim të emisionit duhet përsëritur, Liriton Hasani nga dalë po e marrë vetën dhe shpresojmë se ky futbollist sfikazë shumë shpejt të kthehet dhe do të jetë në gjendje të kontribuojë për Gjilanin në luftë për të zënë dy vendet e para, të cilat i shpihen në Super League. Gjithçka mirë, natyrisht duke pasur një breng më të madhe që fusha futbollit duhet të rregulluar sepse së shpejti këto dy skuadra do të mund të jenë në Super League, por të mos luajnë në Gjilan që do të ishte gjithsesi një jo e mirë për gjithë këtë shikëshmëri dhe këtë rivalitet që po mbretëron në Gjilan. Atëherë,